Kompania private Nelsa SHPK është vendosur në qendër të hetimeve të prokurorisë së Elbasanit si e dyshuara kryesore për helmimin masiv të fëmijëve në kopshtin e qytetit të Gramshit. Bashkia Gramsh kishte kontraktuar këtë subjekt për të furnizuar me ushqim çerdhet, kopshtet dhe konviktet e shkollës së mesme. Dyshohet se ushqimet e shpërndara së fundmi kanë qenë të prishura, duke çuar në një situatë alarmante shëndetësore. 10 fëmijë janë paraqitur me simptoma helmimi, si diare dhe dhimbje barku. Sipas dokumentave zyrtare, Nelsa SHPK e fitoi tenderin në vitin 2023, por procedura është shënuar me flamur të kuq për shkak të dyshimeve mbi skualifikimin e operatorëve të tjerë me oferta më të ulta. Megjithatë, Nelsa nuk është e panjohur në fushën e fitimit të kontratave me para publike. Kompania ka qenë prej vitesh aktive në tenderat me institucione të ndryshme shtetërore, përfshirë spitale dhe burgje. Her pas here, tenderat e fituar nga kjo kompani janë shënuar me flamur të kuq, duke paraqitur dyshime serioze për skualifikim të padrejtë të pjesëmarrësve. Aktualisht, Nelsa SHPK rezulton e regjistruar në emër të Elsa Kamberi Balla, vajzë e themeluesit të kompanisë Nexhmi Balla. Ky i fundit është përballur më parë me drejtësinë, pasi në vitin 2016 u arrestua për korrupsion, duke akuzuar për manipulim të tenderave të ushqimeve në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Pas ngjarjes, për të siguruar vijimsinë e aktivitetit, ai ja kaloi pronësinë ligjore të kompanisë vajzës së tij, e cila e zotron ende edhe sot. Situata e fundit me fëmijët e vegjël në Gramsh ka kthyer edhe një herë tjetër vëmendjen te siguria ushqimore që konsumojnë qytetarët. Prindrit e fëmijëve dolën ditën e sotme në një protestë ku bën thirrje për drejtësi dhe përgjegjësi lidhur me ngjarjen që ndodhi.